A kishte përplasje fizike mes jush? Prekje me duar? Jo, nuk kishte përmes momentit që unë isha në tavolinë, si që jam tani dhe të qohëm dhe ta shty, do më thonë që mos marrë në goditje, si që shiftë unë s'kam asë një goditje, s'kam asë një gjë. Nuk kishte asë një mundësi tjetër, përveç se atyre veprimeve që unë bëra, që bëri edhe sekretarja për siguri dhe mbrojtje, që kemi antarën tonë kryesisë, kryetarja Degës Tropoja, thash dhe një tjetër. Do më thënë, unë nuk e prisja atë incident, se unë eftova, tash ullu, nëse ke diçka me mu, ullu ta serën, qa ke? Amo, nuk mund lejoj njëri të ashit përflasja emrin tim sa dalje televizive dele i rrugëve. Nuk e ditur që unë jam një nga njerëzit që janë lind dhe rinë në Tiranë, nuk jam i vetëm këto punë, dhe më thënë, familja, farefisi, më thëtë tash, janë të ndikushëm, se një pjesë janë Nikël, Muke, Fushkruj, Kruj, Tiranë, Besnik Gjusit jam morin në telefon, qa ka bova ki, o daj, o gjaj, që si o puna, i thash, nuk keni as i punë, ju lutem, se ky është moment që nuk dihet ku i gjenë atë rrugëve dhe i hynë dhe thonë e ka bëkujtimi. Jo, unë edhe tani që flasim bashkë, i bëthire të gjithë një pa vetëmi, as një të mos bëj as i lëvizje pa konsultu me mu, as një. Nuk kam marrë goditje as në pjesën e pasme të trupit, jemi shtyrë, unë e kam shtyrë, kur më ka ardhur në tavolinë,